Pari, Allahu i lartësuar na njofton në Kur'an se do t'i ringjall njerëzit dhe do t'i tuboj ata për llogari dhe pastaj për shpërblim ose dënim. Për shembull, në surën Ash-Shura, Allahu i lartësuar thotë: "Wa huwa 'ala jam'ihim idha yasha'u qadir." Dhe Allahu i lartësuar kur dëshiron është i gjithfuqishëm për ringjalljen dhe tubimin e gjallësave. Ky ajet tregon se Allahu i lartësuar ka fuqi të plotë për ringjalljen dhe tubimin e gjallësave. Kështu që ringjallja është realitet se na ka njoftuar Allahu i lartësuar në Kur'an. Allahu i lartësuar na e thekson ringjalljen në shumë vende në Kur'an. Na njofton për ringjalljen, për tubimin në ditën e gjykimit në shumë vende në Kur'an dhe duke e theksuar, duke e përforcuar: "Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha." Vërtet kiameti do të bëhet, nuk ka dyshim në të. Ka vende ku Allahu urdhëron profetin që të betohet: "Kul bala wa rabbi tub'athunna." Thuaj, po si jo, pasha Zotin tim, ju do të ringjallet. "Thumma latunabba'unna bima 'amiltum." E pastaj do të njoftoheni për veprat që keni bërë. "Wa dhalika 'ala Allahi yasir." Dhe kjo për Allahun është e lehtë. Lloji i dytë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur si argument zanafillin e krijimit. Ai që na krijoi për herë të parë ka fuqi që ta krijojë përsëri, që ta sjellë përsëri në jetë. Ai e krijoi njeriu e parë nga dheu. Ademi u krijua nga dheu. Dhe çdo njeri nga pasardhësit e Ademit krijohet nga një pikë fare. Kështu që Allahu i lartësuar, i cili e krijoi njeriu për herë të parë, ka fuqi ta krijojë përsëri. Ka fuqi që t'i ringjallë njerëzit. Ky lloj i dytë i argumenteve të ringjalljes që Allahu i lartësuar e sjell në Kur'an. Logjikisht, krijimi i parë, krijimi i dytë nuk është më i vështirë se i pari. Përderisa ne e pranojmë që Allahu pati fuqi ta krijonte njeriu për herë të parë, atëherë duhet ta pranojmë që ai përsëri ka fuqi për këtë gjë. Lloji i tretë, krijimi i krijesave të mëdha, pejt, dielli, hëna, yjet, toka dhe çfarë gjende të tjera. Pa krijimi i krijesave të mëdha tregon se Allahu i lartësuar ka fuqi ta rikrijojë, ta ringjallë një krijesë të vogël si njeriu. Krijimi i këtyre krijesave të mëdha dëshmon se krijuesi ka fuqi absolute, se fuqia e tij është e pakufishme. Përderisa ne e pranojmë që Allahu ka krijuar këto krijesa të mëdha, atëherë duhet ta pranojmë që Allahu ka fuqi të krijojë krijesa më të vogla se këto. Që ringjallja është hak. Argumenti i katërt, Allahu i transformon krijesat nga një gjendje në një gjendje tjetër. Të njomin e bën të thatë, dhe të thatin e bën të njohur. Të gjallin e bën të vdekur, dhe të vdekurin e bën të gjallë. Njeriu bëhet dhe, po dheu shndërrohet. Allahu ka fuqi që dheun ta shndërrojë dhe ta bëjë qenie të gjallë. Ai ka fuqi absolute. Ai ka bërë që të çahet fara që është e thatë dhe të dalë prej saj bima që është e njohur. Dhe nga bima e njohur del dhe formohet fara e cila bëhet e thatë. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy. Allahu i lartësuar bën që bima bëhet e thatë, ose pema e njohur të bëhet e thatë. Pastaj njerëzit e ndezin drutë e njoma apo drutë e thata, e ndezin dhe i bëjnë zjarr. Këtë ligjësi e ka vendosur Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu që ai ka fuqi të transformojë krijesat nga një gjendje në një gjendje tjetër. Ai ka fuqi që të vdekurin ta bëjë gjallë. Fuqia e tij nuk ka kufi. Argumenti tjetër i ringjalljes është ringjallja e tokës me rreshjet e shiut. Allahu lëshon shiun mbi tokën e shkretë dhe kjo tokë ringjallërohet, rigjelbërohet, bëhet me bimë. Ky është proces ringjallje dhe kjo është shenjë që tregon se Allahu ashtu sikur se e ringjall tokën e vdekur, tokën e shkretë me shiun, po ashtu ai ka fuqi që të ringjallë të vdekurit në ditën e gjykimit. Prandaj në një hadith sillet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullu shay'in yabla min ibn Adam illa 'ajba adh-dhanab." I gjithë trupi i birit të Ademit tretet, përveç një pjese që është në fundin e shtyllës kurrizore, ajo nuk tretet. Dhe prej saj do të ribëhet njeriu në ditën e gjykimit, do formohet, do bëhet qenie e plotë.
dhe urtësia e krijimit. Allahu i lartësuar na ka krijuar me urtësi, nuk na ka krijuar kot. Ne kemi përgjegjësi para Allahut të lartësuar. Por në këtë botë ka njerëz të mirë, ka dhe të këqij, ka të drejtë, ka të padrejtë. Nuk do të ishte veprim i urtë nëse do të vdisin si i drejti dhe i padrejti, si i miri dhe i keqi, pa marrë shpërblimin i miri dhe pa u ndëshkuar i keqi. S'mundet që ta kemi përfundimin njësoj, si i drejti dhe i padrejti, si i miri dhe i keqi. Që patjetër ka një ditë gjykimi, ku do gjykohen njerëzit për veprat, dhe pastaj njerëzit e mirë do shpërblehen, dhe njerëzit e këqij do të dënohen. Efenej'alu l-muslimine kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Thot Allahu, a mund të trajtojmë ne, a mund të gjykojmë ne kriminalet njësoj si muslimanët? Çfarë keni ju? Si gjykoni kështu? Po ashtu Allahu i lartësuar thot: Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Nuk mundet që në gjykimin e Allahut të trajtohen njësoj besimtarët, cilët bëjnë vepra të mira dhe keqbërësit. Nuk do të trajtohen njësoj. Urtësia e Allahut kërkon dhe drejtësia e tij kërkon që të ketë një ditë ku do gjykohen njerëzit, do vendoset drejtësia dhe njerëzit e mirë do i shpërblejë Allahu me mirësinë e tij, ndërsa njerëzit keqbërës do i ndëshkojë Allahu i lartësuar me drejtësinë e tij. Kështu që ata që nuk e pranojnë ringjalljen mendojnë keq për Allahun. Mendojnë keq për fuqinë e Allahut. Mendojnë keq për urtësinë e Allahut dhe drejtësinë e tij. Allahu shpëlbej të mira, alhamdulillahi rabbil alamin.